Për Bajram Ilazin, nga organizata Zëri i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve, gjendja është as pak e mirë, ndonse statistikisht regjistrohet rënje e rasteve të tilla. Brengosës mbetet abstenimi nga procesi mësimor. Numri atyve që kanë braktisë shkollën kalumen ka qenë tepër shumë i lartë, mirë po me angazhimin e institucioneve, organizatave të shoqërisë civile, mirë po me vendësimin e prindërve, ky trend është duke u zvogëluar. Mirë po ky numri i zvogëluar i familjarëve për mua është shqetësues. Pse po është shqetësues? Për shkak që unë konsideroj që nuk po raportohen mjaftueshëm braktisjet e shkollës, për shkak që nëse një shkollë po llogaris me 150 nxënës total, po më parasysh cilat komunitet janë, në atë shkollë janë diku në 3000 mungesa, atëherë kjo flet jashtëzakonisht shumë për numër të madh të braktisjeve po i quaj kështu, sepse nëse një nxënës i komunitetit mungon një muaj në shkollë, nuk mundemi me quajt një ato që ka qenë nxënës i rregullt ose që nuk e ka braktisë shkollën. Në momentin kur kemi këtë lloj informacione, profesionalizimi duhet të jetë më i hershëm, sepse dukuria vetëm po fillon me dalë në shprehje. Dhe nëse ne nuk e kemi sinjalin që po vinë nxënësit shumë pak në shkollë, kemi shumë mungesa, nuk ka interesim, atëherë këta do ta braktisin në mënyrë të heshtur, por do jetë shumë vend që të mirën edhe mos. Shkollarët e këtyre komuniteteve shkuarjen në shkollë kanë periodike dhe shpesh shkaktar për këtë janë arsyet familjare. Fatkeqësisht ne kemi nxënës të cilët për 3 muaj ditë nuk shkojnë në shkollë dhe pas 3 muajve ai shkon në shkollë vetëm duke në 1 javë, 2 javë ose 1 muaj, sapo të marrë një vërtetim nga shkolla që është nxënës në mënyrë që të vazhdoj përfitimin familja e tij nga asistenca sociale, që është tepër shumë e rëndësishme për një familje të komuniteteve që ka kushte të vështira ekonomike. Në rast se nuk e ka informacionin dhe intervenimin brenda 7 dite, pra vetëm ka filluar të bëhet vonë intervenim. Ne po flasim për 7 ditë, por kur flasim për 200-300 mungesa, kjo është jo një sinjalizim i vonë, po pothuajse është bërë shumë vonë.